Me rastin e çeljes të sezonit turistik në qytetin e Korçës, u zhvillua këtë të shtunë një takim i rëndësishëm ndërinstitucional mes përfaqësuesve vendor dhe përfaqësuesve të lartë nga Maqedonia e Veriut. Kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo, priti në takim zyrtar ministrin e qeverisë maqedonase, Fatmir Limanin. Në deklaratën e tij për mediat, ministri i Maqedonas solli një mesazh të qartë për nevojën e forcimit të lidhjeve mes dy vendeve, duke theksuar se bashkëpunimi duhet të kalojë në një nivel më të institucionalizuar. Ai bëri të ditur se po shqyrtohet mundësia për hapje në një konsullate të Maqedonisë së Veriut në Korçë. Ka lajme pozitive, ne do të përpiqemi që të ardhmen të kryejmë kushtin e hapjes së një konsulate këtu, të emërojmë një konsul këtu dhe ai të merret më rëndësisht dhe më paqëtisht dhe më me guxim, me pa frikë, në kuptimin e hapjes së gjitha dyrëve për bashkëpunim si në aspektin e tur operatorëve, të cilët janë edhe të pjesës Maqedonisë Veriut, edhe të pjesës këtueshme, sepse fundit edhe në rast se i sillin vizitorët këtu në Korçë, nuk ka se që humbin ato përveç se përfitimit të dyanshëm. Ai theksoi se bashkëpunimi rajonal është rruga e vetme drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe kulturor, duke kujtuar edhe faktin që Shqipëria ka qenë një nga shtetet e para që njohu pavarësinë e Maqedonisë së Veriut. Në një vështrim më të gjerë, ai tha se vendet tona ndajnë jo vetëm histori të përbashkët, por edhe një potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar ura të reja në fushën e ekonomisë, kulturës dhe turizmit. Mendoj se s'ka të bëj këtu edhe pjesa e frikës, e drojes, sepse Shqipëria është nga vendet e para, nga shtetet e para e cila pranoi atë vend pavarësinë e Maqedonisë Veriut, ndërkohë që vendet tjera fqinje dhe sot kemi kontestet cilat janë të paqartësuar dhe të papranueshme për palën tjetër. Sido që tjetër, mendoj se është më tepër vullnet yni i dypalshëm, i dyanshëm për të bashkëvepruar në drejtim të asaj që e përmendi edhe kryebashkiaku, të shfrytëzojmë të gjitha pasuritë që i kemi edhe kulturën e dyanshme, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të shtektojmë drejt asaj e cila është qëllimi i përbashkët, i yni. Në përfundim të fjalës së tij, ministri i Maqedonas ndau edhe një reflektim personal, duke lidhur çështjen e bashkëpunimit me përvojën e tij familjare. Do ta përmbyll këtë lloj intervistimi me një fjali. Sado që u përpoqa unë të ndal djalin tim të jetoj në vendlindje, të jetoj në Kërçov, të jetoj në Maqedoni, ai në fund përzodhi Zvicrën. Sado që të përpiqemi ne të ndalim edhe vizitorët, edhe turistët cilët pretendojnë Korçën, ato do të vinë, me lejen ose pa lejen tonë. Po, është mirë, ne bashkë, edhe qeveria tjeshme, edhe qeveria këtushme, t'ju japim një dorë, t'ju lehtësojmë mundësinë, t'ju mundsojmë atyre të shijojnë bukuritë e rralla që ka edhe Korça, edhe Ohri, edhe Struga, edhe viset tjera. Ky takim në Bashkinë e Korçës vjen në një moment kur të dyja vendet po kërkojnë forma të reja bashkëpunimi në rajon, jo vetëm në kuadër të integrimit evropian, por edhe përmes projekteve të përbashkëta që prekin jetën e përditshme të qytetarëve dhe nxisin zhvillimin turistik në të dy anët e kufirit. Korça, Ohri, Struga dhe të gjithë zonat përreth kanë tashmë potencialin për të kthyer në një korridor turistik ndërballkanik, ku vizitorët nga rajoni dhe më gjerë mund të shijojnë kulturën, natyrën, mikpritjen dhe traditat që i bëjnë këto vende unike.